A mund të parandalohen shumica e dëmtimeve të shpinës dhe këmbëve me ushtrime dhe stil jetese? Përgjigja shumë e qartë dhe po, shumë, mirë po është shumë vështirë me definu sa është një dëmtim. Ushtrimet janë diçka që definitivisht i ndihmojnë shumë pacientit. Për me mujt me thonë një po të madhe që e thashë në fillim është që duhet me ditë saktësisht sa është dëmtimi. Mandej duhet me vlerësu a duhet veç me ushtrime apo duhet edhe me diçka apo edhe intervenim kirurgjik. Është shumë i qartë që ushtrimet na ndihmojnë neve shumë, mirë po vlerësimi është i pari, mandej ushtrimet ose Stili jetesës, stili domethënë se si e kanë njerëzit stilin e jetesës, domethënë ka të bëj shumë. Ka të bëj shumë. Me stilin e jetës kisha pas dëshirë me thonë që varësisht mënyra që është një pacient, varësisht puna, janë shumë profesione që në fakt binë probleme ortopedike. Janë profesione që rinë në stop ulta, ato normal që ne si profesionist duhet mi këshillu që me pas kujdes që mos me ardejtë një ndryshim, se këto ndryshime nuk vinë për njëherë, këto ndryshime vinë me kohë, dhe koha nëse nuk është pacienti informuar që duhet bëhen ndryshime që tani janë shumë atë vështira, ose është veç kirurgjia ajo që i pështon në këtë rast.